Sa i përket benefiti që mund të përfitojë një fëmijë nëse fillon edhe kjo platforma, le të themi, përhapet më tepër tek fëmijët, ndoshta me kalimin e kohës rritet ndërgjegjësimi midis diferencave gjinore, rritet ndoshta niveli i të kuptuarit, çdo të thotë pjesë intime, sepse shumë fëmijë ndoshta në një moshë shumë të vogël nuk arrin të kuptojnë cilat janë zonat e trupit cilat i përkasin vetëm atyre, cilat janë individët të tjerë rreth tyre kanë që mund të kenë akses qoftë në prekje, qoftë edhe në përqafuar apo në të futur. Se fëmia ndoshta jo fëmijë i vogël, por me kalimin e moshës fillon edhe ka zgjedhon në rrjetin social, fillon marrëdhënie me të tjerë dhe nuk e kuptojnë cilat janë pjesët kryesore që mund të janë të rëndësishme dhe janë shumë personale për të mos u aksesuar nga çdo kush. Me rrjetin e moshës mund të kuptojmë dhe të parandalojmë ndoshta bullizime që mund të ndodhin, ndoshta fyerjet apo stereotipet caktuara gjinore, ndoshta në një të ardhmen pak më të vonshme mund të parandalojmë abuzime caktuara seksuale ose zhvillimet pa dëshiruara tek fëmijët dhe adoleshentët që fillojnë hyjnë në moshën e pubertetit.